Çfarë bëjnë ndryshe të pasurit? A je ndalur ndonjëherë të mendosh pse disa njerëz bëhen të pasur ndërsa të tjerët jo, dhe pse punojnë fort gjithë jetën? A është fati, lindja në një familje të pasur apo ka diçka tjetër? Në këtë video do të zbulojmë zakonet, mënyrën e të menduarit dhe veprimet konkrete që i dallojnë të pasurit nga shumica. Disa nga këto janë gjëra të thjeshta, por kërkojnë guxim dhe disiplinë. Nëse dëshiron të ndryshosh jetën tënde dhe të ndërtosh diçka më shumë, qëndro deri në fund me ne, sepse kjo video mund të jetë pika e nisjes për një mënyrë të re jetese. Le të zbulojmë së bashku çfarë bëjnë ndryshe të pasurit. Të pasurit investojnë në veten, jo vetëm në para. Të pasurit e dinë që pasuria e vërtet fillon nga brenda. Ata nuk shpenzojnë vetëm për rroba, makina apo dhe pushime, por për të zhvilluar veten, mendjen, aftësitë dhe dijen. Ato lexojnë rregullisht libra për sukses, financa, psikologji, menaxhim dhe zhvillim personal. Marrin pjesë në trajnime, kurse online, konferenca dhe punojnë me mentor. E kuptojnë se sa më shumë të mësojnë, aq më shumë rritet kapaciteti i tyre për të fituar dhe për të ndërtuar. Ndryshe nga shumica që e shohin investimin personal si shpenzim, të pasurit e shohin si rritje afatgjatë dhe burim fitimesh të ardhshme. Ata nuk pyesin sa kushton, por çfarë do të më sjellë kjo në të ardhmen. Tani do të kalojmë tek pika e dytë. Ata i shohin problemet si mundësi. Të pasurit nuk friksohen nga problemet, përkundrazi, ato janë burimi ku shpesh lind suksesi i tyre. Kur ndodh një krizë, shumica ndihen të bllokuar, por të pasurit pyesin: çfarë mund të zgjidh këtu? Si mund të ndihmoj të tjerët në këtë situatë? Shumë ide të mëdha biznesi kanë lindur pikërisht nga një problem, nga një mungesë, vështirësi apo nevojë që askush nuk po e zgjidhte. Shembull, gjatë krizës ekonomike, disa njerëz filluan bizneset online, shërbime dorëzimi apo platforma për mësim në distancë, dhe sot janë milionerë. Të pasurit kanë një mendësi zgjidhje, jo të viktimës. Ata e dinë se aty ku të tjerë dorëzohen, ka një mundësi për të krijuar diçka të re. Çdo problem është një derë e mbyllur që të hapet nëse ke çelësin e duhur, mendimin e duhur. 3. Mendojnë në mënyrë afatgjatë. Të pasurit nuk kërkojnë pasuri të menjëhershme. Ata e kuptojnë se suksesi i vërtet ndërtohet me durim, strategji dhe qëndrueshmëri. Ata investojnë në gjëra që rriten me kohën, prona, biznese, aksione, njohuri dhe marrëdhënie të forta. Nuk e rrezikojnë gjithçka për një fitim të shpejtë, sepse e dinë që pasuria e shpejtë zakonisht vjen me pasoja të shpejta. Ndërsa shumica jetojnë nga paga në pagë dhe mendojnë vetëm për të kaluar muajin, të pasurit planifikojnë për vite përpara. Ata bëjnë pyetje si: ku dua të jem pas 5 vitesh? Çfarë mund të ndërtoj sot që të më sjellë liri nesër? Pasuria e tyre ndërtohet si një shtëpi me tulla, pak nga pak, por me themel të fortë. Të varfrit mendojnë për fundjavën, të pasurit mendojnë për brezat. 4. Rrethohen me njerëz që i motivojnë. Të pasurit janë shumë të vetëdijshëm për fuqinë e rrethit shoqëror. Ata zgjedhin me kujdes se me kë kalojnë kohën, sepse e dinë që energjia, qëndrimi dhe mendësitë janë ngjitse. Ata rrinë me njerëz që kanë qëllime të mëdha, mendojnë pozitivisht, nuk ankohen por veprojnë, ndajnë ide dhe mbështetje, jo thashetheme dhe zili. Kur je i rrethuar nga njerëz që të shtyjnë përpara, të frymëzojnë dhe të sfidojnë, edhe ti rritesh, ndërsa shumë të tjerë ngjecin sepse janë në shoqëri që i tërheq poshtë, ku suksesi shihet si kërcënim, jo si frymëzim. Trego me kërri të them se sa larg do të shkosh. Të pasurit e kuptojnë këtë thellësisht dhe investojnë në ndërtimin e një rrethi të shëndetshëm që i ndihmon të ecin më tej çdo ditë. 5. Ata kanë disa burime të ardhurash. Të pasurit nuk varen kurrë nga një burim i vetëm të ardhurash. Ata e dinë se siguria financiare nuk vjen nga një pagë e mirë, por nga diversifikimi. Ata ndërtojnë disa rrjedha parash që funksionojnë edhe kur nuk janë fizikisht duke punuar, si investime në prona që japin qira, aksione që sjellin fitim pasiv, biznese që menaxhohen nga të tjerë, të ardhura nga interneti si kurse online, libra, reklama
e të tjerë. Në këtë mënyrë, nëse një burim bie, të tjerët vazhdojnë të sjellin të ardhura, ndërsa shumica e njerëzve janë një hap larg krizës financiare, sepse varen vetëm nga paga e tyre mujore. Të pasurit nuk punojnë vetëm për para, ata bëjnë që parat të punojnë për ta. Mos e vendos kurrë të ardhmen tënde financiare në duart e një burimi të vetëm. Le të kalojmë tani tek pika e 6. Ata e kuptojnë rëndësinë e disiplinës. Të pasurit e dinë se pa disiplinë nuk shkon shumë larg. Ajo që i veçon nga të tjerët nuk është vetëm inteligjenca apo fati, por zakonet që ndjekin çdo ditë. Zgjohen herët, bëjnë plane ditore, vendosin prioritete dhe qëndrojnë të përqendruar, kanë qëllime të qarta dhe nuk i devijojnë lehtë to. Edhe kur nuk kanë motivim, vazhdojnë të veprojnë sepse veprimi i përditshëm është çelësi i suksesit afatgjatë. Shumica e njerëzve ndjekin dëshirat momentale dhe shtyn detyrat e rëndësishme, por të pasurit sakrifikojnë rehatin e sotme për lirinë e nesërme. Disiplina është ura midis ëndrrës dhe realizimit. Në botën e tyre, disiplina nuk është kufizim, është fuqi që të ndihmon të ndërtosh pasurinë hap pas hapi. Le të kalojmë tani tek pika numër 7. Ata mësojnë nga dështimet dhe nuk dorëzohen. Një nga karakteristikat më të fuqishme të pasurve është se ata nuk e shohin dështimin si fundin e rrugës, por si një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Të pasurit kanë një mendësi të ndryshme nga dështimet. Kur diçka nuk shkon ashtu siç e kishin planifikuar, ata e analizojnë me kujdes dhe e shohin si një mundësi për të përmirësuar strategjinë. Çfarë mund të bëja ndryshe, si mund ta përdor këtë eksperiencë për të rritur? Për shembull, shumë milionerë dhe sipërmarrës kanë dështuar disa herë përpara se të arrijnë suksesin. Ata e kuptojnë se dështimi është pjesë e procesit të mësuarit dhe rritjes. Përkundrazi, shumica e njerëzve dorëzohen pas një dështimi duke shpallur ata si dështues dhe humbin mundësinë për të provuar përsëri. Dështimi është thjesht një mundësi për të filluar përsëri, por këtë herë më me mençuri. Të pasurit përdorin çdo dështim si hap drejt suksesit të ardhshëm dhe kurrë nuk ndalojnë së provuari. Dhe tani të kalojmë tek pjesa e 8. Ata janë të vetëdijshëm për rëndësinë e shëndetit fizik dhe mendor. Të pasurit e kuptojnë se shëndeti është kapitali më i madh që kanë. Ata investojnë në ushqim të shëndetshëm, aktivitete fizike dhe kujdesin për mirëqenien mendore. Ushqimi i shëndetshëm dhe sporti janë pjesë e rutinës së tyre të përditshme. Ata praktikojnë yoga, meditim dhe teknika për menaxhimin e stresit. E dinë se një trup i shëndetshëm është themeli për të arritur çdo qëllim tjetër. Pa shëndet, pasuria është e pavlerë. 9. Ata janë të gatshëm të bëjnë sakrifica. Të pasurit e dinë se rruga për sukses kërkon sakrifica dhe sakrificat janë pjesë e procesit. Ata janë të gatshëm të heqin dorë nga rehatia e momentit për të ndërtuar një të ardhme të mirë. Mund të heqin dorë nga pushimet, koha me miq apo aktivitete që japin kënaqësi afatshkurtër për të përqendruar në qëllimet e tyre. Ata preferojnë të investojnë çdo mundësi që kanë për të rritur pasurinë dhe mundësitë për rritje. Për të arritur në maj, duhet të ngjitë shkallët një e nga një. 10. Ata janë të hapur për të mësuar dhe për të adoptuar. Të pasurit janë gjithmonë të hapur ndaj mësimeve të reja dhe janë të gatshëm të adoptohen në një botë që ndryshon me shpejtësi. Ata kuptojnë se për të mbajtur pasurinë dhe për të arritur atë, duhet të jesh fleksibël dhe të njohësh risitë. Ata ndjekin trendet e tregut dhe investojnë në teknologji dhe inovacione. Të pasurit janë gjithmonë të gatshëm të sfidojnë mënyrët e të menduarit të tyre dhe të mendojnë jashtë kornizave. Motoja e tyre është: nëse nuk je duke mësuar, je duke humbur. Historia e investitorit që humbi gjithçka dhe u ngrit përsëri. Një individ që kishte pasuri të konsiderueshme dhe kishte ndërtuar një perandori biznesi në një industri të njohur, humbi të gjitha gjatë një krize financiare të papritur. Shitjet e tij ranë, borxhet të grumbulluan dhe pasuria që kishte për shumë vite u shua brenda pak muajsh. Por ai nuk u dorëzua. Në vend të kësaj, ai e përdori dështimin si një mundësi për të fituar dhe për të mësuar
në një tjetër biznes. Ai investoi në një industri të re duke përdorur njohuritë e fituara nga mësimet dhe dështimi i kaluar. Pas disa vitesh ai tejkaloi çdo kufi dhe e ndërtoi perandorinë e re që i dha pasuri më të madhe se ç'kishte patur ndonjëherë. Ai kuptoi se dështimi ishte vetëm një hap drejt suksesit dhe se ndërkohë mund të humbasësh gjithçka, por asgjë nuk të ndalon të nisësh përsëri. Ndërsa historia e një gruaje që u bë lider në një industri të dominuar nga burra. Një grua e lindur në një familje të varfër në një qytet të vogël ka patur gjithmonë ëndra të mëdha. Megjithëse kur u fut në industrinë e teknologjisë, ajo u përball me shumë barriera, duke përfshirë paragjykime dhe kufizime për gratë. Ajo vendosi të mos dorëzohej dhe vazhdoi të punonte shumë për të mësuar dhe për të përmirësuar. Pas shumë vitesh, ajo arriti që të bëhej një lider dhe të klasifikohej si një nga gratë më të pasura në botë. Ajo thotë se nuk ka kufi për atë që mund të arrish dhe të besosh tek vetja. Historia e një të riu që krijoi një perandori duke përdorur internetin. Një ri i apasionuar pas teknologjisë dhe pasionit për të ndihmuar të tjerët, mori një kredi për të nisur një kompani online. Ai nisi nga e para pa burime të mëdha dhe me shumë pasiguri. Disa herë mendoi të dorëzohej sepse përballë konkurrencës së fortë dhe mungesës financiare asgjë nuk dukej se funksiononte. Por ai gjeti mundësinë të përdorë aftësitë e tij teknologjike dhe krijoi një produkt që zgjidhte një problem të madh për konsumatorët. Fillimisht kishte disa klientë, por me kalimin e kohës vlerat i u rritën dhe ai arriti të krijonte një kompani të madhe. Pas disa vitesh ai e shiti kompaninë me një pasuri akoma më të madhe. Ai gjithmonë tha se puna e vështirë dhe besimi te aftësitë tua janë çelësi i suksesit. Dy nga njerëzit më të pasur të botës sot janë Jeff Bezos dhe Elon Musk. Jeff Bezos, njeriu që arriti i pari $200 miliardë. Fakt, Jeff Bezos, themeluesi i kompanisë gjigande Amazon, është një nga njerëzit e parë që kaloi pragun e $200 miliardë një pasuri personale, duke u bërë njeriu më i pasur në një periudhë shumë të shkurtër. Realisht, pasuria e Bezos është rritur kryesisht nga aksionet e Amazon, duke bërë atë një pionier të suksesit në teknologji dhe tregtinë online. Ai shiti një pjesë të vogël të aksioneve të tij, duke ruajtur kështu ndikimin në pasurinë e tij të madhe. Një tjetër personazh miliarder është Elon Musk, shkëputja e pasurisë në kohë rekord. Elon Musk, themeluesi i Teslas dhe SpaceX, ka pasurinë e tij $320 miliardë që rritej brenda 2 viteve. Në 2020-ën ajo llogaritej $27 miliardë dhe në 2022-shin $320 miliardë, ndërkohë që çdo ditë vazhdon e rritet. Realisht, Musk ka ndikuar në sektor të ndryshëm si automobilistik, energji e rinovshme dhe në hapësirë dhe ka ndihmuar në revolucionin e automjeteve elektrike. Ai gjithashtu është i njohur për ambicien e tij për të kolonizuar Marsin dhe për të krijuar teknologji të avancuar për të ardhmen e njerëzimit. Përfundimisht, të pasurit nuk janë ata që kanë vetëm para, por kanë mentalitetin e duhur dhe janë të gatshëm të bëjnë sakrifica, të mësojnë nga dështimet dhe të ndajnë suksesin me të tjerët. Ata e kuptojnë se pasuria nuk është një objektiv i vetëm, por një rrugë që kërkon një punë të palodhur, angazhim dhe besim në mundësitë që të ofrohen çdo ditë. Po ashtu, ata nuk i friksohen sfidave, por i shohin si mundësi. Të pasurit e kuptojnë se për të arritur më shumë duhet të bësh më shumë dhe të jesh gjithmonë në kërkim të mundësive të reja. Në fund të fundit, e rëndësishme është të mos dorëzohesh, të besosh në veten tënde dhe të vazhdosh të investosh në vlerat që të sjellin suksesin afatgjatë. Kam një pyetje për ju. Çfarë e frymëzon suksesin tuaj? A keni patur ndonjëherë një dështim që më vonë ju çoi në një arritje të madhe? Dhe si mund të ndryshoni mentalitetin tuaj për të menduar si të pasurit? Mund të shkruani komentet tuaja. Faleminderit që ishit me ne sot. Mos harroni të bëni like dhe të abononi dhe të ndani mendimet tuaja në kanalin ton. Ju falenderojmë për kohën tuaj të çmuar.